XY. Bravo, Sepse nuk na është përfaqësojnë, është bravo, marrë. shumë ki drejt. Me lëndu një familje e cila një nanë që unë e takova ndasmën, nanë Ruke, edhe e pës si po kalon thot mirë se unë flas çdo ditë me djemtë e mi, sepse i ka të vorosur në obar. E të del një çoban apo çobanesh që është ndoshta po i ofendoj ata, sepse ata janë shumë të mençur. Mirë, po në njëri, pavarësisht kush koft, me pas guxime me bë asë ofendime të tilla, e të preket familja Jashare në Prekaz, apo të delet të thuhet një koment që lexova, pak pas kam bo shkit në Drenicë se o dash me bo ma tepër, unë me lej që ata nuk janë shqiptar. Definitivisht. Kush dhe që kofshin, për mund nuk janë shqiptar. Definitivisht pajtona me këto deklarata, sigurisht edhe është një dhimbje, një plagë që e përmendet i nonën Rukë, se i kemi pa dhe një pamjet, vrehet një mërzim, vrehet një ftyre e zëmt, një ftyre që është shujt për shkak të ngjarjeve të cilat ai ka përjetuar edhe shpirti i saj e din. Edhe këtë në fund, dasma brosht e shajt, nuk ketë të drejt të ofendosh asnjë dasëm, sepse secili e bën në mënyrën e vet. Sigurisht. Mirë, po kjo ka qenë pak më e veçantë për arsye sepse është rrita ajo familje, djali i dëshmorit Shkelzenit e ripërtrin emrin e Luan Haradinat, absolutisht ishte ndjenjë e jashtëzakonshme. Emocione apo emocion, shumë emocione. Sigurisht ka edhe në familje tjera të cilët kanë pas, po flasin për një familje. Njona për i dasma ma emocionale që ndoshta kam kalu në karierë. Sepse është të vështirë tash, duhet secilit menon me kryt të ftoftë. Imaginoni secili me pas në familje rastin që e kanë pas ata. Edhe shumë familje tjera në nivel të kombit, edhe tash të bëhet dasma, edhe të quhet dhëndëri me emrin e një dëshmori i cili momentalisht nuk është në këtë jetë, edhe të qohen tash gjithkush edhe të ofendon për Zotin. Ka po shkon ky popull mëre? Nuk di, këtë pyetje kam dhënë. Ka po shkon ky popull, gjithë ky mbledh nuk kemi qenë kështu, unë mendoj që fajtori kryesor është politika jonë shumë e keqe, cilët kanë bën ndasi. Ti provokon politika? Imagjinoni ndasi ata të diasporës dhe na këto.